mjek më pak se mesatarja Bashkimit Evropian. Sot kemi 4 herë më pak se mesatarja Bashkimit Evropian. Po kështu dhe infermierë. 2 fishimi rrogave të pensioneve të mjekëve dhe infermierëve është kushti gjitha kushtave për një shërbim shtetësor dijitoz për qytetar shqiptar. Miq, Berati madhështor e bën ata të cilët ndërtuan, të cilët prodhuan, ndaj dhe ne, Made in Albania, do t'jetë krenari kombëtare, do bëjmë gjithçka që Berati, Shqipëria, të prodhojnë. I garantoj biznismen të Beratit se bara fiskale pas 100 ditëve të para do t'jetë më e ulta në Europë ndër më të ultat në botë. Ne vendosim taks të 60%. Por vendosja taks 60% do të thot rritja automatike e rrogave me 13%, se sot kjo taks është 23%. Vendosja taks 60% do të thot frymarrje më e madhe për biznesin, do të thot para më shumë konton e tij, mundësi më e madhe investimi, mundësi më e madhe punësimi. Ne do ulim të vëshërën në 15%. Është e lartë të vëshëja. I mundon, i vret shqiptar të vëshëja, i lëndon, i rëndon. Sot, shqiptarët paguajnë të vëshë shumë, për tjetër shifër, më shumë se italianët, më shumë se gjermanët, sepse absurditeti i taksmedhësve shqiptar nuk ka fund. Jo, ne do zbresim në 15%. Dhe kjo është i lehtësim për qytetarët, për bizneset, për të gjithë. Energjin do ta zbresim në 6 lekë kilovatin. Tavani biznesit vogël për të vëshën do rritet nga 120.000 euro në 180.000 euro. Tavani për tatim fitim për biznese vogël do rritet nga 100.000 euro në 180.000 euro. Pra, do të japim biznesit vogël një hapësirë të madhe. Në këtë mënyrë, ne ndezim motorët e prodhimit, por në Shqipëri, sektor nër më të fuqishmit e prodhimit është bujqësia. Janë fermerët. Është bujqësia vendi ku është sektori ku punësohen rreth 500.000 shqiptarë. Është bujqësia që psoi rënjet më të mëdha këto 12 vite. Unë vi para jush për të zotuar para çdo fermeri se qeveria do 5 fishoj subvencionet për fermerët e Beratit dhe fermerët e Shqipërisë. Po, ne do subvencionojmë fermerët e Beratit për njësi prodhimi, do subvencionojmë për kokë baktie, për fidanet mjellura.